Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet tona Allahut i takojnë, ndërsa laudatat dhe bekimet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër nderuar, po vazhdojmë edhe sot me dersin ton të zakonshëm tashmë pas namazit të sabahut dhe kemi filluar që të flasim për disa prej përvojave të rëndësishme që na i ka lënë në trashëgimi një prej njerëzve të mençur, prej dietarëve, i cili ka emrin Hatim al-Asam. Ky njeri, sikur që kemi përmendur, e ka shoqëruar një dietar më tepër se 30 vite dhe për gjatë kësaj kohe ka marrë shumë dije prej tij. Mirë po, tërë këtë dije e ka shndërruar në një përvojë të mirë, të rëndësishme jetësore. Dhe kemi folur për përvojën e tij të parë, apo për mësimin e parë, për mësimin e dytë, sot kemi ardhur tek mësimi i tretë. Mësimi i tretë i këtij njeriu që e kishte marrë nga hoxha i tij është, thotë, nadhartu ila khalqillahi, kam shikuar në krijesat e Allahut Azza wa Jall dhe kam gjetur se çdo njeri atë që e posedon nga gjërat e shtrenjta dhe çmueshme mundohet me e rujt sa më mirë, mundohet me e rujt në vend sa më të sigurt. Andaj shikova edhe në veten time se ku mundem me i rujt gjërat e mia të mira, të shtrenjta, të çmueshme, dhe e gjeta fjalën e Allahu xhallahu ala në surën An-Nahl në ajetin 96, ku Allahu xhallahu ala thot: "Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq." Ajo që është tek ju harxhohet, ndërsa ajo që është tek Allahu mbetet. Çfarë kuptimi ka kjo këshill? Kjo është këshill shumë e madhe. Thot, kam shikuar në njerëzit. Fillimisht shiko këtë njeri të mëshëm, i cili mundohet me përfitu nga të gjitha argumentet e Allahut Azza wa Jall. E përmendëm në takimin e kaluar atje se kishte thënë kam shikuar në ajetin kuranor. Andaj mediton te ajeti kuranor, por nuk ndalet vetëm këto. Ai mediton njëri mençur, ai që dëshiron me përfitu, ai shikon edhe në krijesat e Allahut Azza wa Jall. Mediton në atë që Allahu ka kriju, mediton në veprat e njerëzve, dhe atë që është të mirë nga punët e njerëzve, thotë pse unë nuk jam kështu. Ndërsa atë që nuk është të mirë nga punët e njerëzve, thotë pse unë të bëhem kështu. Andaj gjithmonë të tjerët i ka pasqyre, gjithmonë mëson prej tjerëve, e në qoftë se dikush mëson prej tij, muslimani mundohet që prej tij dikush mëson veç mirë. Sikur që e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për muslimanin se kudo që të është sikur se shiu, kudo që të është bën dobi, bën hajër. Prandaj në qoftë se dëshirojmë të shohim se sa keq bën një njeri, për shembull, kur të përgojon, kur të shpif, kur të ngrit zërin, kur bën punë të këqija, atëherë mos bëjmë ne ata që të tjerë mësojnë për neve sa keq kjo punë. Mi po të shikojmë tek tjerë që bin këtë mëkat ose këtë gjuna, apo dhe themi elhamdulillah që unë s'jam si ky, apo thot një ditë isha duke ecur dhe befas mora në thund rrugë. Ishte rrugë e drejtë, nuk kishte diçka, dhe u ktheva të shikoj se në çfarë mora thu. Dhe këtu e lidha një meditim. Cili është ky meditim? Thot subhanallahu, një njeri në rrugë tu ec me marrën thu, nuk e lëm pa u kthy me këshir, e pse mora në thu. Pastaj më thon vetë, e këtu kuj patë syt, e çysh ti më marrën thu. Domthon fillon me qortu vetën e tij, çysh me mend kry njëri me sy në ball, njëri me rshit me disrafshi. Thot dhe peksojnë zurani mësim. Çdo të mësim, thot që edhe njët edhe në udhëtimin e ahiretit, do të thonë qofse në udhëtimin e dunjas, si të marrëm thu, shikojna ku marrëm thu, herën tjetër mos më marrëm thunte, thot e mora një mësim edhe për ahiret, se në qofse ndonjëherë e gabojmë, pse s'kthehemi me kështu, pse gabova? Pse gabova? Pse kësaj radhe nuk ishte ç'është duhet? Pse fola që nuk duhet? Apo edhe herën tjetër pra mos bin këtë mëkat, herën tjetër mos të bëj këtë gabim. Andaj duhet të them se dietarët muslimanë të mirë kanë marrë mësim për çdo gjë që i rrethon.
janë mundu me përfitu nga çdo gjë që kalon afër tyne. Edhe kjo do të kompon njerëzit që kur e kanë diçka apo e ruajnë, ose fshehin, ose e deponojnë dikun, munduhen që do të ta sigurojnë nga gjitha anët, që ajo mos hup. E unë ku më rujt punët e mia, unë ku më rujt gjërat e vlefshme, thot vendosë me rujt tek Allahu Azza wa Jall. Nga se Allahu thot ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ajo që është tek ju harxhohet, ndërsa ajo që është tek Allahu Xhallahu ala mbetet. Çfarë kuptimi ka ky ajet? Ky ajet thash ka ardhur në surën Nahl në ajetin 96. Para këtij ajeti në ajetin 95, Allahu Xhallahu ala kërkon prej neve një kërkesë, duke thënë wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Allahu Xhallahu ala thot o ju musliman, ju ja keni besën Allahu Xhallahu ala për të punë. Andaj mos e shitni, mos e tradhoni këtë besatim dhënë Allahut Azza wa Jall për diçka shumë të shkurtë, për diçka shumë kalimtare. Apo dhe sa njerëz në këtë botë për shembull e lëshojnë rrugën e Allahut Azza wa Jall ose bën ndonjë mëkat për përfitime të shkurtë të kësaj bote. E pas sa Allahu thot ajo çka është tek ju harxhohet, do të thotë sado që ti fiton këtë botë, sado që ti grumbullon këtë botë, për asaj që nuk është e lejuar, për asaj që është e ndaluar, dhe sado që fiton njërin këtë botë, prej parave, prej autoritetit, prej pushtetit, por duke shkelur në besën që Allahu t'ja ka dhënë, Allahu thotë kjo është pak. Po filoni kishte fitu miliardë euro, pak është kjo. Kjo nuk është kurrë në krahasim me ato çka ka tek Allahu xhallahu ala. Ajo është edhe pak, edhe është kalimtare. Ndërsa ajo që është tek Allahu xhallahu ala është edhe shumë, edhe është e përhershme. Prandaj çka nën kupton që të ruajmë diçka tek Allahu xhallahu ala. Kjo nën kupton dy gjëra me rëndësi. E para është që të munduemi çdo punë ta bëjmë për hir të Allahut azza xal. Sa njerëz janë munduar me punu për njerëz, apo dhe ajo është harxhu. Ka kalu autoriteti, ka kalu pushteti, ka kalu privilegji, ka kalu respekti, çdo gjë kanë kalu. S'ka mo. Sa njerëz kur kanë qenë për shembull morë saktume, kanë pas në autoritet, kanë pas pushtet dhe ato e kanë arrit duke munduar me kënaq njerëz. Ka shkuaja. Sot nështë ta kanë mejtë kur kush nuk i respekton. S'ka mejtë nështë ta kur kush nuk i rrin gati. Pse? Pse çka ka të njerëz të harxhohet, njerëz sot livdojnë, nesër shajnë. Apo sot të kënaqesh me ty, nesër pak me uprish kush të këshyra. Apo andaj ky dietar thot, ja mundu që unë Allahun me kënaq gjithmonë. Edhe pse njerëz hidhnohen. Prandaj Muaviu rahimahullah radiallahu ta'ala anhu kur është bë halife, Aisha radiallahu anha i ka qu letër. Muaviu është bu halife, sahabi pejgamberi s.a.s. Aisha i ka qytet dhe i ka thonë. Aisha radiallahu anha, gruaja pejgamberi s.a.s. i ka thonë, mundohu me punu me kënaqësinë e Allahut. Nga se unë kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, kush mundohet me kënaq Allahun dhe në këtë kënaqësi njerëzit hidhnohen me ta, Allahu xhallahu ala ka me boqe, edhe Allah me kuni kënaqur me të, edhe njerëzit kanë më kënaqur me të, herë do kur do. Do sa ai që munduhet me i kënaq njerëz duke e hidhruar Allahun azza xal, atëherë edhe Allahu ka me qenë i hidhruar me të, po edhe njerëz nuk kanë me dashur. Kjo rregull i jetës. Prandaj, nëse dëshiron me të mbetë diçka përgjithmonë, nëse dëshiron diçka me të mbetë që nuk harxhohet, mundohu që kjo të jetë për hir të Allahut azza xal. Çka do që të bësh për dikon tjetër ka mu harxhu? Sa do që të mundosh dikujt më apo shefin, sa do që të mundosh dikon me kënaq, sa do që të mundosh dikujt më apëlqy. Mirë po, në këtë përpjekje tënde, Allahu s'është i kënaqur se ti peshkel një vit të Allahu xhallahu ala, peshkel një dispozit të Allahu xhallahu ala, dije se Allahu xhallahu ala i ka në dorë zemrat e njerëzve. Ai është i cili vendos në zemrat e tyre, a kanë me dash njerëz, a s'kanë me dash njerëz. Ai ka me vendos, a kanë me të urrejt njerëz, a nuk kanë me të urrejt njerëz. Prandaj ai që e kënaq Allahun, Allahu ka më bë që të tjerë me kënaq me të. Nëse sot jo, por nesër gjithsesi. Pak sprovohet në këtë botë, mirë po gjithsesi nesër njerëz do të jetë të kënaqur me të. Ose tek e fundit, edhe nëse një kategori e caktuar njerëz, dikush për njerëz s'knaqet me të, kjo nuk duhet më na bëj përshtypje, por duhet mundojmë gjithmonë që Allahu xhallahu ala ta kënaqim. Prandaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam
u mundua në Mekë që mos të prishet me asken, u mundua që mos të ketë konflikt. Mirë po, Kurajsht kurzuan që nëse dëshiron na me kon mirë me ty, duhet me lënë mësimin që Allah ta ka pru. E atër kjo është e pamundshme. Nëse kena mundësi me bashku mes kënaqësisë së Allahut edhe kënaqësisë njerëzve duhet me bë. Hamna ton me kënaqë me neve, edhe Allahu edhe njerëz. Por nëse nuk i mundësi, ja me kënaqë Allahun, ja me kënaqë njerëz, kanë duhet na me kënaqë Allahun xhallahu ala. Ky mësim i madh jetësor që na çdo ditë ndoshta sprovohemi me këtë provim, apo e kënaqim Allahun apo e kënaqim njerëzit. Kjo është kuptimi i parë, do të thotë që të bëjmë punë për hir të Allahut, nëse dëshirojmë që të na mbetin punë edhe në dunjë edhe në ahiret. Edhe kuptimi i dytë është që atë që e dojmë, atë që e dëshirojmë, e kena në dorë, është e shtrejt, është e mirë, dhe kena dëshirë që me e pas gjithmonë, apo atëherë ta deponojmë për në ahiret. Çka nën kupton kjo? A ke dëshirë që familja jote me konë me ty gjithmonë, kur mos më do për ty në? A ke dëshirë? Atër pasuria me madhe që u ajep familjes tënde, që nuk do të ndanë kur për te është, të ajep shpejnë Allah Gjallahu Ala, nga se i ke deponu, i ke rezervu të ka Allah Gjallahu Ala, nuk ndanë për te asë në dunja, asë në ahiret. Do është të ndanë përkosisht vdekja ju ndanë, mirë po, shpejt i bashkosh me ta në jetën e ardhshme aftën. Mirë po, humbja me madhe është kur njëri, ato që e ka të shtrajt, printi ka të shtrajt, fmiti ka të shtrajt, grune ka të shtrajt në këtë botë, edhe Allah në arrujt, kur t'i hupi dunjes, i hupi për gjithmonë të një mund, nuk i gjonë në ahiret më kur. Për çfarë arsye? Nga sa ata kanë qenë me një veprim, ti ke qenë me një veprim. Apo ti ke qenë namaz, ata s'kanë qenë namaz. Ti ke qenë besim, ata s'kanë qenë besim. Ti ke qenë në agjerim, ata s'kanë qenë në agjerim. Ku i gjonë nesër tek Allahu xhallahu ala? Ka ardhur njëri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka dashur më dhon besën për me besu. Edhe në kuadër të asaj që i ka kurzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga besimi, ka thonë, pejgamberi më ka thonë, duhesh që kur unë thras më arë me mund luft, më arë luft. Edhe duhesh që kur unë thras me dhon sadak, me një mukse feme, me çka ki, me trupin tonë, me shnetën tonë, me jetën tonë, me pasurinë tonë, me një mukse Allahu azza wa jall. Ka thonë ja Rasulullah, a bën çto dyja me hik? Po ato çka ka unë i kry, po çto dyja me hik. Kur ka luft mos më thëra monit kofë se s'ma bën zemra me dal. Apo edhe kur ka më dhon dikon mos më thërë se fort mëdhimit me nxit pe xhepi. I ka thonë sinqerisht i ka thonë. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la sadaqata wala jihad, bima tadkhulul janna. Ti as një këtas me çka kime në xhenet? E që kjo udha e xhenetit. Edhe dikush as namaz, as Kur'an, as mbules nështë as ka gruja, as ato, me qka me të si në xhenet ty, me qka hinë të në xhenet? Pra në që se dënë me i pas në xhenet për gjithmonë, që mos mu hargju kur me ta, atëre, jepja u dinin, jepja u fejnë Allahut azza wa jall, gjithmonë i ki me ta, gjithmonë i ki me veti. Bile, është e mire atë mirës të është, se Allahu xhalla ka përmend, në qoftë se një familje është në islam, falen, agjerojnë, kënë obligimet e Allahu xhallahu ala, largohen pi harameve, apo në këtë familje mbi sundan dhe mbi jeton kënaqësia e Allahut azza wa jall, këta leçi kanë me për gjithmonë. Mirë, po kur vjen puna me udhëtash pozitat, nga se në xhenet njëri e merr pozitën bazë veprave të tij, apo në qoftë se për shembull këtë në xhenet. Mirë po, baba është ma në altë, se kur ma i devotshëm, apo u arë në gjami ma qpesh, e djali pak ma poshtë, dhe në xhenet është, po djali sështë në drejgjit babës, apo e gruja një drejgjit pak ma në qysh atje, Allahu a i ledhë shpërndama i bashkan në xhenet. Mirë po, kur i bashkan në xhenet, nuk i bashkan në drejgjit ati që është ma jolti, po këtë ata që është ma të ullët, i qënë drejgjin e antarit të familjet që është mas në alti. Shiko që Allah i ndëran rapët e ti, pra në qëfë se najnë në familje, apo djali është më i miri, për këtë neve, apo Allahu xhalla xhelalu kom në qitë në xhenet në shkallën e djalit, jo në shkallën e babës që në është ma është. A në qëto është investim më i madhë, që ta i ka unë kom këshyrë njerë, qëka të kanë rujnë, edhe unë kom po familjen e kom ma të shenjtën, ma të dashën, për me i rujtë, du të me allon fenë.
A në sa njerëz sot angazhohen, punojnë, mundohen që me osiguri kafshatën e gojës, dhe kjo është normal, dhe duhet me punu kështu. Mirë, po a punojmë që tu asigurojmë fenë Allah xhallahu ala, a ju rrim gati për namaz, ju rrim gati për bukë, a ju rrim gati për në haram, masë zbanë kështu me radhë, që ju rrim gati për të punë tjera? Nëse dënë me i pas gjithmonë, rriju gati aftën. Ka që kënjërë në shikova, ke jetë është e shkurt, prandaj punojë me fjonë Allah xhallahu ala. Gjithashtu, nëse dënë me pas të ka Allah xhallahu ala diqka, atëherë jep e fi sebilillah aftën. Një herë, ja kam pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një dele, e ka pru një dele hedije. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas liur me pranu hedijen, mi pas ka pas liur me pranu sadakan. Apo nëse ka qenë sadak, s'ka pas liur me pejgamberin me pranu. Por dhurat, ja sër sadak e Rasulullah. Dhurat po kam që hedije me të dhon. Ka është lejuar me pranu hedije. Atëherë e kam pru një dele. Edhe pejgamberi më ka thënë Aisha radhiyallahu anha, Aisha çu edhe shkep e këta mish. Ja pjau kojshive që tu, do të dikut më larg atje. Aisha radhiyallahu anha është ngrit me shpërndo mishin. Mirë, për ka ditë Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pëlqen shumë kofsha. Kofsha e deles i ka pëlqyer pejgamberit. Për këtë deles çat lloj mishi do të i ka pëlqyer Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka nal kofshën që burrit sa t'ia përgatit një ushqim që ai ka dëshirë me egzu. Atëra i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka a shpërndave mishin, thot po ja Rasulullah illa hadha al-fakhidh, veç kët kofsh nuk e shpërndava. Thot Aisha krejt në paskelon veç që të në paske marra. Pse? Se ato që ka e hajmë, dhe më thonë, e ke hongër. Nërsa ato që e ndanë me tjertë, e gjonë të ka Allahu xhallahu ala nesër. Prandaj, njëri që danë diçka me gjithë të ka Allahu xhallahu ala, apo, të ka Allahu nesër me gjithë, jep e sadak. Dimoj i tjerë me te. Apo, jep jau, sa të ki mundësi dikujt. Shpërndaj për të mirave që Allahu t'i ka dhënë, sa të ki mundësi, ato që ka jep sa të dije, që e gjithë të ka Allahu xhallahu ala. Një ditë njëri ka trokit në derën e Fudal ibn Iyadit. Fudal ibn Iyad ka qenë dietar i madh, ka qenë njëri devotshëm, shumë ibadetçi i madh ka qenë. Edhe ka trokit në derën e tij, ka thonë, a ka mundësi me mnimu diçka për burrë se punë të keq i kam. Ka i Fudali në shtëpi, çka ka gjetë diçka që ka mujt me i dhon, ja ka thonë çka merr. Kanë o Allahu të shpërbleft, e Allahu të gëzoft, e çliroft kur jeti mas zorit. Siç bën do, njëri kur është në zarë ti një man. Çka ka thonë Fudali ibn Iyad? Ka thonë, po ty Allahu të shpërbleft. Ka thonë, qysh mu, po ty të shpërbleft që po më ndihmon. Jo ty të shpërbleft që ja artoni me lip. Se ti ke mujt me shku dikun tjetër me lip. Apo, po Allahu të ka thënë te unë. Me nderu mu se ka thonë ju jeni çfarë kuptime. Ka thonë ju që juve na ju ndihmojnë, ju jeni hamallat e punëve të mira tona në ahiret aftën. Do një punë mirë ti sunë bon, ran boket bën për rrugët diku në harxhit, jepja këtynve. Jepja fukarave ta çojnë në ahiret sigurt aftën. Ato që i ke dhënë fukarave, ato që i ke mu nevojlive, ato që i ke ndihmu jetimave, ato që i ke ndihmu dikujt që ka punë mirë, dije e ke ngarku që ato me punën tonë të mirë, edhe nesër të shkarkon tajre ata bojta boll që tash merre. Në ahiret e shkarkon veten nga barra që ta ka bëj gjatë jetës ato. Bile ka ardhur njëri tek një musliman musafir, edhe e ka gostitur shumë mas mirë, edhe i ka thonë Allahu të shpërbleft, Allahu të paguaf me të mira për këtë gosti që më bëne. Tha Allahu të shpërbleft ty, nga se ti e ke hongër rrezikun tën, që këta Allahu ta ka dhënë ty, s'ku mujt asun me hongër askurkush, kjo jo ti kon. Allahu ta ka dhënë. Andaj ti e ke hongër rrezikun tën e neve na ala sevapin aftën. Na kurës hopëm, ti e ke hongër çka është e jotja, ndërsa na fitum sevapin aftën. A ne kështu kanë menduar njerëzit që kanë dashur tek Allahu xhallahu ala me çu punë mirë aftën. Pa ky njeri thot, "Majde kum janë fed." Çka ka të ju? Për shembull, njëri që i ka ushqim, çado që 10 euro më se kia, i harxhan. Ai u harrumo. Para një javë, para 20 ditë, para një muaje që i ke harxhu 10 euro për shembull. A u me diçka pesoj kur gjë? U shku edhe ushqimi, u shku edhe pija, edhe këtë shku. Edhe u harxhu. Ndërsa nëse i kemi dhënë 10 euro për Allahu xhallahu ala, ato kur nuk harxhohen apo. Sot njerëzit për shembull mundon me deponu parë
në bankat më të njohura, apo ose këshyr për shembull të shopuna e kredive, audhu billah, sa i rritet parja atje me kamat e kështu me radhë, ose nëse janë paralel shumë ndaj këshyr banka që nuk i rrok inflacioni, nuk i rrok lufta, nuk i rrok i çojnë për bankat zvicës, është e sigurt e kështu me radhë. Edhe pse këto janë të pasigurta. Këto janë të pasigurta. Sa njerëz kanë deponuar në bankat e Jugosllavisë o po shumë e sigurt, ja u ka fshi këtë si kanë mos në dinar më aftën. Apo ka shkuar e punë. O harxhit e punë. Ndërsa nëse ti çon te Allahu një mall, tu shu Allah ruma që të mall. Ruma që të mall. A ka mundsi te Allahu dikush më vjedh? S'ka mundsi. A ka mundsi më ndodh në luftë e madhe, në bombë atomike, e çka ke deponuti për gjenet me shkatrua, ka mundsi? S'ka mundsi aftën. Andaj deponimin më të mirë që ti e bën është atëherë kur ti e deponon tek Allahu xhalla xhelaluhu. Do thotë e deponon tek Allahu xhalla wala atëherë kur e harxhon atje ku Allahu ka kërkuar prej teje dhe atëherë kur ti me atë që e ke i bën pjesëmarrës edhe të tjerë në atë pasuri aftën. Prandaj njëri që e ushqen familjen e tij, edhe kjo është sadaka. Me ushqy familjen e vet njeriu, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kafshata më e mirë është ajo që ti e fut në gojën e familjes tënde. Prandaj me shpenzu për familjen, edhe këtë e gjen tek Allahu xhallahu ala. Por me njet, sa njerëz veç del blen, pse po blen? E po duhet me ble. Mos e bëj pse duhet. Po për hir të Allahut azza xal. Allahu më ka bëu përgjegjës për familjen time, unë jam krye familjare kësaj familjes, edhe Allahu më ka ngarkuar me këtë punë dhe unë po du me ble për shkak se Allahu më ka ngarkuar, për shkak se Allahu më ka obliguar. Nëse me këtë njet blem, këtë se va bëhet. Çka të blesh? Speca, patligjona, djath, buk, këtë çka të blen, tashun Allahu se va. Edhe pse ti ke me hunger, familja ke me hunger, po pe blem me njet për hir të Zotit. Pse pe blen këta? Po duhet, jo duhet. Ani, kjo duhet le më vonë. Po pe blem se Allahu më ka obligu, edhe unë për me kënaqë Allahu xhallahu ala, po e kryj këtë obligim atë. Prandaj kështu njëri deponon tek Allahu xhallahu ala. Çdo sen që e bën me një të mirë, çdo sen që e bën me qëllim mirë, çdo sen që e bën duke kërkuar kënaqësinë e Allahut azza xal, të gjitha këto i gjon tek Allahu te bareka te nesër. Edhe ato që ka jep të tërkujt, ato që ka ndonë me dikon tjetër. Madje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el kalimatu tayyiba sadaqa. Nëse gjatë ditës nuk i çka me deponu, nuk i çka me qut tek Allahu xhallahu ala, s'u ka dhënë rasti minimu dikujt me diçka, si ke pas mundësi të ndodh kjo, atër spaku deponoj një fjalë të mirë. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fjala e mirë është sadaka. Dikujt më i buzësh fytyrë është sadaka. Dikujt më thon Allahut në moft, dikujt më thon Allahut ruaj, dikujt më thon Allahut shëroft, është sadak. Edhe këta e deponon tek Allahu xhallahu ala. Edhe këta e gjon tek Allahu xhallahu ala nesër atë. Prandaj nuk i mundësi me një mund dikujt me parë, një më me ziaret, një smuti, duke e vizituar një smut. Sikurse ka në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhallahu ala e merr një njeri në përgjithësi. E i thot abdi, o robi jam, ju më kun unë, së më këdhon më hongër. A i robi thot, o zot, po ti zoti zizit, që shumë të është, të s'hanë buk. Apo, thot, një robi jam ju kun unë, ti kështë e pa ti me hongër buk, më kështë gjithë mu ta japta. Thot, abdi më rritë tu felem të zurni. O robi jam, a nuk e dinë së një më smu, e së më kërë me vizitu. A i robi që ditë, thot, o zot, po ti zoti zizit, ti nuk smush, zoti nuk smush. Thot Allahu xhallahu ala thot, një robi jam ju kon smut, ti shkon taj me vizitum kështë gjithë që t'japtën. Në gjitha këto janë punë mira. I jap dikujt ushqim, i jap dikujt sadaka, në i barës dikujt si ki mundësi mi alaj alan, nëse s'ki mundësi kur të piksaj, s'paku i busqesh, s'paku e vizitan, s'paku e përgdhel një jetim, s'paku e bën një dua, gjitha këto janë punë të mira që njeri i deponon tek Allahu xhallahu ala dhe këto jesin. Veç këto punë jesin, ato që bëhen për hir të Allahut, ato që bëhen duke kënaqur Allahun xhallahu ala, këto punë jesin. Krejt tjerat kanë mu harxhu, krejt tjerat kanë më shkuar. Prandaj sikur se ka ardhur në hadith në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, yatba'u al-mayyita thalatha. Njëri në vdekur e përcjellin 3 gjëra, apo 3 gjëra e përcjellin. E përcjell familja e tij, e përcjell pasuria e tij dhe e përcjellin veprat e tij. Pasuria dhe familja kthehen me punë të veta, e me galet të veta, 1-2-3 është e pame, e tani ata duhet me gjallua me punu, kanë me shku me punu, ato para që ti i kelon këshu që shme i da me zvete, apo, e ti ku me ti, me kanë me ti, e që ata që i kelon për Allah, ato që i ke punu për Allah, që ata ki me gjithë, sikur se kemi thonë të kshila e pare këti, njëri u të madha,
Prandaj ky njeri thot, unë shikova në njerëzit edhe pash ato çka kanë njëri që ka ari shumë, apo a del me këtë parë që i ka në xhep, me këtë arin që e ka në xhep, nuk del. Jo, e lën të shtëpia e runë, mshef dikun. Andaj edhe ti mshef punë të mira. Bile është mirë dhe për fund këtë po e them, është mirë që në kuadër të kësaj që njëri me deponu tek Allahu xhallahu ala është më mundu që me pas në punë mshef që kur sot pas Allahu ta xhallahu. Mundo me buni punë mirë që kur sot din hiç. Hiç kur nuk e din. Veç ti edhe Zoti xhallahu ala din apo. Një punë mirë, një sadak, një ndim, një diçka që ti e bën kur kush hiç mos me ditë. Veç ti edhe Allahu xhallahu ala me ditë apo. Ka se ka thonë ulemaja, mundohu me mshef punë të mira, qysh mundosh me mshef punë të këqija. A ke pa qysh i mshef në gjunat, s'kem që kur kush në i pa me mujt, me mshef, se marra i vjen njërët, në gjuna me mshef. I vjen marra, andaj mundohu me mshef dhe punë në mirë, apo që me gjithë të ka Allahu xhallahu nesër. Kjo është këshilla që në edha kjo djetar, të mundohme që ne, krejt që ka dojmë, krejt që ka është e qmushme, krejt që ka është me vlerë, të qëmë të ka Allahu xhallahu ala, nga sa Allahu xhallahu ala është kujdestari më i mirë, Allahu xhallahu ala është ruajtësi më i mirë, nuk na e ruan këto punë, nuk na e ruan këto begati, as kush më mirë se Allahu te baraka o taala. Andaj që don të ruan punë të çmueshme, e që në krye të këtyre punëve të çmueshme është familja e tij, e pastaj me radhë pasuria e tij, e krejt çka ka. Kush don me i ruaj gjitha këto, le t'i jap Allahu xhallahu ala. Le të o Allah, ruajti se mu mduan, mos të harxhohen kurr. E ruajtja tek Allahu xhallahu ala thash bëhet në pika që i ceka më herët. Elus Allah në manduar që të na ruan neve, familjet tona, elus Allah në xhallahu ala që të na bashkon Allah me dashnin ton, me miqtë ton, me familjet tona në xhenetin e Allahut azza xal. Allahu ju shpëlbeft, kjo është këshilla e radhës deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kathira.